Strazimiri, më pas zoti Blendi Klosi. Dakord. Zoti kryetar, Dakord. mendoj që ky kuvend, gjithë secili deputet, duhet ta nisë punën duke menduar për autoritetin që duhet ketë kuvendi i Shqipërisë. Ne jemi në një republikë parlamentare kushtetuese, të paktën kështu pretendojmë, po për fatin e keq që jemi kthyer në një republikë kryeministrore, drejtërisht jetë një autokracie të dukshme dhe pushteti absolut pjell korrupsion absolut. Një korrupsion vjen nëpërmjet parave dhe korrupsionit, por ka dhe një korrupsion tjetër kur i vesh me një autoritet moral i cili nuk është në përputhje me kushtetutën dhe ligjin, i cili pasaj të cënon mënyrën e funksionimit të shtetit dhe të kuvendit të Shqipërisë. Historia e rregullores së kuvendit, zoti kryetar, ka qenë histori mirë kuptimi politik. Edhe për faktin sepse rregulloria e kuvendit ka të bëjë me marrëdhënien që ne krijojmë këtu në sallën e kuvendit me njëri tjetrin, pavarësisht nga diferencat e debatet që kemi. Dhe dua të kujtoj që kjo nuk është salla e vetme e këtij kuvendi, ka një histori tashmë 30 vjeçare, dhe kur është bërë rregulloria e kuvendit, kanë qenë dy bashkryetarë cilët janë ulur me njëri tjetrin, zoti Ylli Bufi dhe zoti Fatos Beja, me përfshirjen e partnerëve, por dhe me përfshirjen e të gjithë deputetëve të kuvendit për të marrë pjesë në ndërtimin e kësaj rregullorie. Ndryshimi i anshëm i rregullores krijon një precedent jashtëzakonisht negativ, jo vetëm për ndryshuar komisionet, por për të krijuar pasaj edhe precedente ndryshimeve të rregullave të sjelljes në kuvendin e Shqipërisë në mënyrë të njëanshme. Prandaj mendoj që kjo shkelje që bëhet sot e kushtetutës për ta futur me procedurë të përshpejtuar, por fakti që kërkohet ndryshohet rregulloria në mënyrë të njëanshme, edhe për konstituimin e komisioneve permanente parlamentare, është një hap jashtëzakonisht gabuar dhe duhet të rikthehet në diskutim të përbashkët të gjithë aktorëve politikë të këtij kuvendi për të pasur mirë kuptim për rolin dhe funksionimin e këtyre komisioneve dhe mënyrën e organizimit dhe funksionimit të kuvendit të Shqipërisë. Prandaj mendoj që është e domosdoshme që të tërhiqet sot ky vendim i juaj dhe të kthehemi në një funksionim normal pavarësisht nga diferencat që kemi. Europa që pretendohet këtu me zë të madh nuk është Europa e lëvizjeve të njëanshme, të qëllimshme për të kontrolluar si politikën, si institucionet, si ekonominë. Nuk është Europa një shteti autokratik, por është Europa një shteti demokratik. Prandaj që ta kthejmë këtë parlament në funksionin që duhet gjejmë dhe rrugën e komunikimit ndërmjet vetë grupeve parlamentare dhe përfaqësuesve të këtij kuvendi. Faleminderit, zoti Strazimiri.